Me siguri se do të ketë ndryshime, po jo substanciale, jo ndryshime që do të bëjnë të Shembull, a bjen vetëvendosja nga rezultati që ka pas? Unë, si pas mendimit tim, mendoj se vetëvendosja sërish do të jetë forca kryesore, do të jetë e para, por nuk do të arrijë 50%. Nuk e arrin. Nuk do të arrijë 50% dhe si e tillë do të kemi një problem më shumë. Pasi që fillimisht do të kërkohen votat për konstituimin e kuvendit, zgjedhjen e kryetarit, pra pastaj krijimin e qeverisë e për të shkuar te presidenti për çka këta na dërguan në zgjedhje. Pra, për këtë arsye unë e shoh se Kosova do të ketë edhe një palë zgjedhje në vjeshtën e vonë. E shihni këtë për shkak që nuk mund të marrë vetëvendosja mbi 50%. Jo vetëm vetëvendosja, po pa një koalicion të dy forca kryesore është vështirë për të përmbledhur të gjitha këto probleme. Dy forcat kryesore për ty, cilat janë? Mendoj se dy forcat kryesore janë gjithmonë numerikisht, kur themi kryesore, sipas numrave që arrihen. Në këtë rast mendoj se vetëvendosja dhe Partia Demokratike. Pra nuk e shihni asesi të jetë LDK në vend të PTK-s? Është mirë aty ku është, nëse nuk kalohet edhe nga aleanca tani. Si e thoni Po, këtë? ju thatë se është vetëm subjekt që ka bërë reformë, kemi kryetar të ri, kemi kandidat të ri për kryeministër, ka mundësi që ata të marrin numër të vota për ta ndryshuar. Pra, vazhdimisht po diskutohet për pragun, zotëri Veriu. Ja, pragu është për mendimin tim është i padiskutueshëm, ata e kalojnë. Unë mendoj se kësa radhë do të shkojnë deri te 7%. Dhe keni shpresë që edhe mund ta kalojnë pragun. Pra, zotëri